Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videon e hënës së plot që është postuar dje, videot e shenjave të horoskopit për muajin dhjetor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot për vitin 2026 për gjitha shenjat e horoskopit, por dhe shenjat më me fat të vitit 2026. Ose ju mund të shikoni fatin tuaj për vitin 2026. Atëherë, filloj me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë shohim që keni të bëni me energjinë e shenjës së gafores, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë. Atëherë në fillim të kësaj jave, ju shoh që mund të keni frikra emocionale brenda vetes ose të keni pasiguri, paqartësi në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa për një pjesë tjetër duhet keni kujdes në lidhje me prapaskena që mund t'ju bëhen. Dhe këto mund të jenë prapaskena të ndryshme, mund të jenë te vendi punës, nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Thjesht duhet të tregojeni të kujdesshëm. Por edhe në lidhje me anën tuaj fizike, por edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Sepse mund të jeni të lodhur dhe kjo gjë ju bën që ju të ndiheni, të keni paqartësi dhe pasiguri në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Në lidhje me dashurinë, me marrëdhëniet tuaja, në familjen tuaj, nga ana ekonomike, ose edhe në lidhje me qëllimet tuaja. Gjithsesi në mes të javës shoh që ju do jeni në një pozicion më të favorshëm. Do jeni duke menduar seriozisht, sepse kemi edhe Marsin që do hyjë në shenjën e Briciapit, dhe këtu jemi te energjia e Briciapit. Marsi është një planet që është planeti juaj, që ju përfaqëson ju, dhe kjo tregon që ju do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, në lidhje me një dashuri, por për disa të tjerë në lidhje me familjen, me çështje të ndryshme nga ana ekonomike, profesionale, por ju shoh që do keni dhe ambicie gjatë mesit të javës. Është një mesjavë ku ju do jeni më të organizuar, më të disiplinuar, por do keni dhe një energji të jashtëzakonshme. Gjithsesi, ju shoh që do mendoni shumë fort për anën ekonomike, një pjesë për jush mund të jetë në një pozicion të mirë ekonomik, pjesa tjetër mund të mendoni edhe në lidhje me një ngritje në detyrë, në karrierën tuaj. Dhe në fund të javës, ju shoh që këtu jemi te energjia e shenjës së Shigetarit në fakt, dhe dielli është në Shigetar në datën 17, kështu që unë ju shoh që ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja. Do keni një dritë të bukur brenda vetes, do keni shumë pasion në lidhje me dashurinë, por do t'i vendosni qëllime vetes edhe në jetën tuaj të përditshme, në familjen tuaj, ose edhe në situata të ndryshme. Ju mund të ndjeni edhe pasiguri në lidhje me punën gjatë fillimit të javës, por në fund të javës ju shoh që ju do ndjeni më të sigurt, do vendosni qëllime në veten tuaj në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por dhe me situata që mund t'ju kenë lodhur, në lidhje me çfarë do lloj situate që keni. Gjithsesi, është një energji e bukur me qëllime në veten tuaj, do mendoni shumë seriozisht në lidhje me çfarë do lloj situate gjatë kësaj jave, thjesht duhet keni kujdes nga persona që ju qëndrojnë afër, por janë persona
që punojnë bas shpinës tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë, ju uroj një javë të mbar edhe ju, dhe do shohim çfarë energjie vjen edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Dolën 3 letra. Atëherë ju shoh që do ndjeni në dilema në lidhje me një dashuri. Në rastin tjetër, disa prej jush mund të jeni midis dy personave dhe ju nuk dini se çfarë të bëni në fillim të kësaj jave. Mund të jeni midis dy punëve, dy negociatave, dy marrëveshjeve të ndryshme, ose dy situatave financiare, ekonomike që ju mund të keni. Por mund të jeni edhe në dilema në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me familjen tuaj, ndoshta edhe për të kaluar pushimet e fundvitit, jo domosdoshmërisht është diçka negative. Gjithsesi, në mesin e javës, jemi te energjia e shenjave të tokës, të ajrit dhe shenja e britsjapit. Në mesin e javës, ju shoh që ju keni marrë eksperienca nga situata të ndryshme që keni kaluar, shoh që ndizet një dritë brenda jush dhe ju do filloni të përdorni pjesën e logjikës në lidhje me situata të ndryshme, duke marrë vendime të ndryshme. Mund të merrni një vendim në lidhje me këto dilema, me një dashuri, me një marrëdhënie, ose për gjithë ata që janë midis dy personave. Për pjesën tjetër në lidhje me dilemat që mund të keni në lidhje me punën, nga ana financiare, por do jenë vendime bazuar në logjik. Dhe në fund të javës, unë shoh që ju, sepse kemi edhe Marsin që është në britsjap, dhe unë ju shoh, sepse kemi energjinë e britsjapit këtu, unë shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi, mund të them, mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me dashurinë, me dilemat që keni, mund të keni të bëni me persona toksik rreth jush, ose me tensione të ndryshme që mund të jenë krijuar, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me marrëdhëniet familjare, në lidhje me punën, por dhe me situata të ndryshme. Dhe ju shoh që ju keni mësuar nga gjitha këto dhe do filloni të jeni më të organizuar. Do jeni më të organizuar ndoshta në situata të ndryshme që ju do jeni. Ndoshta do përdorni një plan tjetër, do jeni në lidhje me situata të ndryshme që keni, në lidhje me dashurinë, me punën, ose edhe me situata të ndryshme, mund të jenë familjare, mund të jenë ekonomike, mund të kenë lidhje me provimet, për një pjesë tjetër se jemi te energjia e ajrit, me studime të ndryshme, por gjithsesi ka lidhje me qëllimet tuaja personale. Dhe unë shoh këtu që ju mund të keni të bëni dhe me institucione shtetërore, mund të jenë çështje të ndryshme gjyqësore ose çështje në lidhje me dokumenta të ndryshme. Gjithsesi, unë shoh që ju do jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka deri në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së britsjapit, energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë dhe energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi, në datën 15, Marsi kalon në shenjën e britsjapit dhe këtu jemi te kjo energji. Shoh që mund të keni pas disa tensione ose do keni para datës 15 disa tensione ose keni të bëni me situata toksike, kjo mund të lidhet me financat tuaja, me trashëgimit, me kredit, me ushqimet, varet ku i keni këto situata, ose në lidhje me dashurinë, me një person. Ndoshta jeni si të lidhur me zinxhir me këtë person, ju krijon shumë tension, shumë stres, dhe ju
do filloni të organizoheni, por do keni marrë dhe mësime në lidhje me situata të ndryshme. Kjo ka të bëjë dhe me situata të tjera, mund të jenë situata të vendi punës, situata ekonomike që mund të keni. Gjithsesi në mesin e javës shoh fillime të reja, të menduara mirë. Ndoshta ju dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri dhe dëshironi ta mendoni mirë këtë gjë, sepse shoh që mund të jeni në një lidhje toksike, por mund të keni edhe mund të jeni dhe të rrethuar nga persona toksik ose nga persona që ju krijojnë shumë tension. Këtë mund ta merrni në çfarëdo lloj situate që ju mund të jeni. Dhe shoh fillime të reja, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, por që është i menduar mirë, mund të jetë një fillim i ri në familjen tuaj ose në lidhje me fëmijët tuaj. Për pjesën tjetër, kjo mund të ketë lidhje me punën, një komunikim, diskutime shumë shoh, por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Sepse ju shoh që ndjeni pak të pakënaqur. Shoh që ju investoni shumë, ndoshta te ky person, merrni pak nga ky person dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, sepse është një person që mund t'ju krijojë dhe situata toksike. Kjo mund mos jetë për të gjithë. Në rastin tjetër ose edhe në marrëdhëniet tuaja, në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, me disa dokumenta që ju mund të keni dhënë shumë para, por nuk po merrni atë përgjigjen e duhur në lidhje me këto dokumenta, ose në lidhje me zhvillimet profesionale, sepse shoh që ka diskutime aty, dhe ju do keni dhe ide gjatë kësaj jave. Ndoshta do t'ju lindin ide në lidhje me çfarëdo lloj situate që ju t'jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim se çfarë energji do na vi dhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen. Dhe dolën edhe 2 letra të tjera, dolën 3, më duhet i hap, më duhet i lexoj edhe këto. Gjithsesi keni të bëni me energjinë e shenjës së peshqve, energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ajrit dhe të ujit që jeni ju vetë. Ju shoh të sakrifikuar, ju mund të ndjeni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, ose në lidhje me marrëdhëniet tuaja, ose për një pjesë tjetër me aktivitetet e përditshme, në lidhje me punën tuaj, ose në çështje të pazgjidhura deri tani. Dhe ndoshta ndjeni shumë të lodhur në lidhje me këtë. Gjithsesi unë shoh që do keni një fillim të ri që është i menduar mirë, mund të jetë një dashuri e re për të cilën ju keni luftuar shumë, sepse ju shoh shumë luftara këtu. Ndoshta jeni përballur me shumë pengesa në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh që nuk e di, dikush është konfuz këtu. Jeni ju konfuz ose personi, por është personi e shoh më tepër se ju jeni te energjia juaj, te kupat këtu. Një person që është konfuz nuk jep zgjidhje një fillimi të ri, ose marrëdhënieve që ju keni. Për gjithë ata që mund të kenë të bëjnë me shenja ajri. Në rastin tjetër, mund të jenë situata ose çështje të pazgjidhura që ju keni dhe nuk jepni dot zgjidhje, por unë shoh që ju keni shumë emocione, do çliroheni nga këto situata të ngarkuara, një lodhje, përballje me shumë pengesa që mund të keni pasur, po ju ja dilni dhe dilni nga situata konfuzioni. Jepini zgjidhje situatave, sepse unë shoh një çlirim shpirtëror, shoh lajme të mira, një person që ka shumë emocione në lidhje me ju, flasim për gjithë ata që duan të hyjnë në njohje të reja. Për pjesën tjetër shoh që ju do tregojeni më paqësor deri në fund të javës, ndoshta për të rregulluar situata ose mosmarrveshje të ndryshme që ju mund të keni, sepse shoh që këtu do keni disa pengesa në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me dashurinë, në lidhje me disa situata mosmarrveshjesh ose zhgënjimesh që mund të keni. E rëndësishme është që është një javë fantastike, ju harrini të bëni fillimet e reja dhe pse keni pengesa, ju do harrini të çliroheni nga gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.
Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë fillojmë me energjinë ta shohim në lidhje me shenjën tuaj. Më duhet të flas shpejt sepse kemi të bëjmë energji të shenjave të ajrit, të tokës dhe energjinë e shenjës së akretit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja ose keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Ju shoh që nuk e di ose keni kundërshtim mendimesh në një dashuri ose ju largoheni nga një padrejtësi. Dhe këtu flasim nga një padrejtësi në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja ose çështje të ndryshme personale që keni. Dhe merrni një vendim këtu. Në rastin tjetër mund të jetë që ju një padrejtësi të vendi punës ose në marrëdhëniet tuaja shoqërore, familjare, por dhe të vendi punës. Gjithsesi kemi Marsin në Bricjap dhe unë shoh që në mes në javës ju këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Në mesin e javës shoh që ju do lini këto male me borë, këto vështirësi, këto ngrica që keni kaluar dhe shoh që ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme. Mund të keni një bashkëpunim në dashuri me këtë person që ju dëshironi, edhe pse do keni kundërshtime mendimesh, ju dëshironi të lini diçka mbrapa, dëshironi një ndryshim të madh në jetën tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me një shtëpi ku ju ndjeni se po ju bëhet një padrejtësi. Mund të jenë ose disa para dhe është një shumë e konsiderueshme parash, ose në rastin tjetër me një blerje, mund të jetë blerje shtëpie, blerje makine, një investim në shtëpinë tuaj, te fëmijët tuaj, ose se ju vërtet e dëshironi të bëni një ndryshim të madh e shoh. Dhe kjo sjell në fund të javës edhe një ndryshim spiritual, por sjell edhe një ndryshim të madh në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe këtu flasim dhe në lidhje me situata profesionale, me punën tuaj, ose në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju harrini të stabilizoni disa situata që mund të jenë mosmarrveshje, tensione, padrejtësi që ju bëhen, ju do të jepni fund dhe ju nuk pranoni rrugë të mesme gjatë kësaj jave, por do dëshironi që të mbyllni situata të vështira që keni kaluar deri në këto momente, për të bërë ato ndryshimet e nevojshme në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Ndoshta flas pak shpejt, por jam e detyruar sepse është një video shumë i gjatë. Dhe dolën 2 letra në fakt, nuk do doja të dilnin të dyja, por ja që dolën. Atëherë keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së Bricjapit, kemi energjinë e shenjave të zjarit dhe këtu kemi energji të shenjave të ajrit. Dhe shohim në fillim të kësaj jave, ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri ose që ju të mbyllni diçka që nuk ka funksionuar dhe i vendosni qëllime vetes për të ecur përpara, ose ju i vendosni qëllime vetes për të filluar një dashuri të re ku shoh që keni shumë pasion. Për pjesën tjetër ndoshta jeni i vendosni qëllime vetes në lidhje me marrëdhëniet, me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi në mes të javës ju shoh që kemi Marsin në Bricjap që është në datën 15 dhe ju shoh që mund t'ju gjej edhe që ju keni shumë pasion, dëshironi të bëni një fillim të ri, ndoshta një dashuri të re, por ose ju dëshironi që fëmijët tuaj të jenë më të organizuar, sepse shoh jemi dhe te asi i shkopinjve këtu në lidhje me një fillim të ri, tham një dashuri e re, një punë e re,
një marrëdhënie re ose edhe për fëmijët tuaj, ndoshta për të hapur një biznes, fëmijët ose për të pasur një dashuri të re, dhe unë shoh që do keni kundërshtim mendimesh deri në fund të javës. Gjithsesi ju shoh që do jeni më të organizuar si në lidhje me dashurinë, në lidhje me familjen, me punën tuaj nga ana ekonomike. Ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi, do merrni mësime nga këto vështirësi. Por do jeni duke kërkuar dhe standarde më të larta, sepse shoh që keni shumë pasion në lidhje me fillimet e reja, por i vendosni edhe qëllime vetes në lidhje me këto fillime. Duhet keni kujdes në fund të javës, sepse shoh që mund të keni tensione, mund të keni kundërshtime mendimesh me një person, ose edhe në ambiente të ndryshme, ose në rastin tjetër mund t'ju bëhet një padrejtësi. Por gjithsesi ju do largoheni duke i lënë këta persona mbrapa dhe duke vazhduar në rrugën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim energjinë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Erdhi një energji shumë e bukur deri në këto momente. Gjithsesi, kemi rrotën e fatit, ku kemi 4 energji. Është energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës edhe Luanit. Kemi energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, unë shoh që fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para. Por kur themi fati, nuk do të thotë që ju mos luftoni për gjërat që doni dhe fati do vi vetë. Duhet të luftoni që të çoni gjërat para. Në lidhje me një dashuri, në lidhje me financat tuaja, në lidhje me punën tuaj, me një komunikim të mirë, ose edhe në lidhje me disa keqkuptime që mund të keni gjatë kësaj jave. Sepse gjatë këtyre ditëve do keni edhe disa keqkuptime, thjesht sepse ju shoh që keni ngecur në fund të javës, ngeceni pak në mendime, jeni duke menduar negativisht në lidhje me diskutime të ndryshme që ju mund të keni, në lidhje me një dashuri, në lidhje me familjen tuaj, me marrëdhënie të ndryshme të vendit punës ose edhe ekonomike. Por gjithsesi unë shoh që ju do çliroheni nga këto situata, do keni lajme të mira. Për pjesën e beqarëve një person vjen drejt jush, mos mendoni negativisht në lidhje me këtë person, sepse shoh që është një person që ka emocione dhe ndjenja në lidhje me ju. Ose në rastin tjetër mund të keni edhe negociata të reja dhe shoh që do keni lajme të mira në lidhje me këtë, por kemi dhe Marsin që është te Briciapi, dhe kjo do t'ju çliroj pak nga këto situata, ndoshta duke ju dhënë dhe një ndjenjë sigurie. Thjesht duhet të dilni nga mendimet negative që keni mbani në kokën tuaj në lidhje me situata të ndryshme. Nuk ka asnjë gjë nga ato që mendoni ju. Rruga është e hapur. Kjo ka lidhje në lidhje me studimet, në lidhje me udhëtimet për një pjesë tjetër, ose edhe në lidhje me pjesën e dokumentave të ndryshme që ju mund të keni. Por mund të ketë lidhje edhe me probleme familjare dhe ju ngecën në mendje disa situata. Gjithsesi, dilni nga mendimet negative, nuk ju ndihmojnë, fatin e keni me vete, lajme të mira keni, çlirim shpirtëror keni, thjesht keni kujdes me mendimet tuaja. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Ju mund të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit. Gjithsesi është
ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por në rastin tjetër mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Ju shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi, keni marrë eksperjenca në lidhje me vështirësitë që keni kaluar, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, me marrëdhënie të ndryshme, por dhe nga ana ekonomike. Ju shoh që për pjesën tjetër mund të ketë lidhje dhe me dokumenta të ndryshme, ose edhe në lidhje me studime të ndryshme që ju keni. Gjithsesi, unë shoh që ju do përdorni shumë pjesën e logjikës, do t'i mendoni gjërat më me mençuri në fillim të kësaj jave dhe do merrni vendime të rëndësishme. Shoh që keni kaluar shumë male me borë këtu, ju dëshironi të stabilizoni situata të ndryshme që mund të keni, dhe faktikisht është në Marsi që në datën 15 që është në Britsjap dhe Marsi është planeti juaj i parë, kështu që do sjelli një lloj stabiliteti në dashuri, në anën tuaj ekonomike, por ndoshta edhe në lidhje me investime të ndryshme që doni të bëni. Ju mund të jetë një blerje shtëpie, mund të jetë një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Në rastin tjetër mund të jetë një investim, një blerje makine, investim brenda shtëpisë tuaj, ose në rastin tjetër blerje të ndryshme online që dëshironi të bëni. Gjithsesi është ose ju dëshironi të promovoni punën tuaj, të rrisni të ardhurat tuaja. Dhe ju shoh në fund të javës me shumë qëllim, me shumë pasion në veten tuaj në bërjen e gjërave, si në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhjet që ju mund të keni ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër ju i vendosni qëllime vetes për të arritur këtë stabilitet që ju vërtet dëshironi. Gjithsesi, unë shoh të ardhura shumë të mira në lidhje me ju. Ju do përdorni shumë fort pjesën e mençurisë, pjesën e logjikës, do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave, por edhe në lidhje me promovime të produkteve nga ana profesionale, me reklamime të ndryshme, varet me çfarë ju merreni. Unë ju shoh gjithçka është një fundjavë që ju do ta bëni me pasion, do keni qëllime, por ju shoh dhe në një pozicion shumë të bukur mbretëror. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Atëherë vazhdojmë me shenjën e Shigjetarit. Ju përshëndes të gjithë ju të shenjës së Shigjetarit, ju uroj një javë të mbar, por dhe gëzuar ditëlindjen gjithë shenja e Shigjetarit. Dhe shohim si do jetë kjo javë në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj javë të mbar thash të gjithëve. Atëherë shohim energjinë. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë. Keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energji të shenjës së akrepit dhe energji të shenjave të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni edhe të bëni me këto shenja. Gjithsesi në datën 12 keni Mërkurin që është në shenjën tuaj. Dhe unë ju shoh në fillim të javës jeni me ëndrave dhe iluzioneve. Ndoshta në lidhje me një dashuri, jeni duke ndëruar rreth një personi, rreth një pune ose rreth vendimeve që ju dëshironi të merrni gjatë kësaj periudhe. Dhe ju shoh që ju dëshironi të mbyllni diçka ose rreth fëmijëve tuaj, rreth situatave të ndryshme. Gjithsesi në mes të javës shoh që ju dëshironi të mbyllni diçka, një transformim shpirtëror tek ju, por dhe një ndryshim i madh që do vinë në jetën tuaj, në bazë të vendimeve që ju do merrni. Dhe shoh që ju do lini mbrapa vështirësitë që keni pasur dhe ju presin surpriza pafund këtu. Mund të lini mbrapa vështirësi që keni kaluar në lidhje me dashurinë, në lidhje me marrëdhëniet, me marrëdhënie familjare ose situata të ndryshme, dhe do mendoni që të vendosni kufi në lidhje me gjithçka, me gjëra vërtet që ju kanë munduar deri në këto momente. Gjithsesi, ju shoh që do jeni më praktik në fund të javës, ndoshta si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, me anën ekonomike, financiare, por ju shoh që do merrni dhe do jepni në lidhje me një person, që ju vërtet e ëndrroni këtë person. Ose do merrni disa para në fund të javës, por ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i shpenzoni.
Një pjesë prej jush mund të jeni midis dy personave dhe dëshironi që të jepni fund diçkaje për të filluar diçka të re. Dhe do filloni të jeni më të organizuar, si në lidhje me punën tuaj, sepse kemi dhe Marsin në shenjën e Briciapit, kështu që do jeni më të organizuar. Ju do filloni të organizoni financat tuaja, punën tuaj, shpenzimet që ju keni, sepse siç i merrni këto para, ashtu i jepni, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të filloni të organizoni dhe anën tuaj financiare. Ose dhe në lidhje me pagesat të ndryshme, në lidhje me kreditë të ndryshme që mund të keni. Shoh që ju do jeni duke menduar shumë edhe në lidhje me situata të ndryshme, detyrime që mund të keni në lidhje me kredira ose situata të ndryshme, por shoh që është një fundjavë që ju parat ashtu si i merrni, ashtu dhe do t'i jepni. Gjithsesi, jeni duke menduar për të bërë një ndryshim të madh në jetën tuaj, dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal, por dhe vitin 2026. Atëherë, këtu keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë, dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi kemi Marsin që do jetë në shenjën tuaj në datën 15, por fillimi i javës unë shoh që do keni disa konflikte ose ju do jeni në konkurrencë në lidhje me situata të ndryshme të vendi punës, ose mund të keni disa konflikte në shtëpinë, në marrëdhëniet tuaja, në familjen tuaj, ose edhe në marrëdhënie të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, në mesin e javës ju shoh që mund të jetë një konkurrencë, ju dëshironi të zini, të kapni një vend pune, aty do ketë shumë konkurrencë, ju do luftoni për veten tuaj, dhe ju shoh që do tërhiqeni për të menduar se si të jepni drejtim situatave. Për t'i dhënë drejtim një dashurie, një njohje, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja, në rastin tjetër, në lidhje me qëllimet që ju keni vendosur vetes, ose dhe në lidhje me anën ekonomike, por edhe me situata të ndryshme të vendi punës. Ose me probleme të ndryshme që ju mund të keni pasur dhe me vështirësi të ndryshme që mund të keni pasur në lidhje me disa situata, tensioni, konflikti që mund të keni kaluar ose që do t'i kaloni në fillim të javës. Gjithsesi, në fund të javës unë shoh që jepni një drejtim më të qetë situatave. Ju do lini mbrapa vështirësitë. Për pjesën e personave që do hynë në një njohje të re që ose shoh që ndoshta do keni diskutime me këtë person, do shkoni diku në një vend të qetë, do të jepni drejtim marrëdhënieve tuaja, një drejtim më të qetë, por edhe punës tuaj. Ju do të jepni një drejtim më të mirë edhe punës, anës tuaj ekonomike. Për këtë, shoh që ju do jeni më aktiv, do jeni në qendër të vëmendjes gjatë fundit të javës, por gjithsesi ju shoh që ju do të jepni një drejtim, do jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka. E rëndësishme është që ju do të jepni një drejtim më të mirë situatave. Duhet keni kujdes nga një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë, në vendimet ose në gjërat që ju dëshironi të jepni drejtim. Është një person që ju ndjek në planet tuaja, doja të thoshja më saktë. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali.
videot e muajit dhjetor, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, por dhe videot e vitit 2026 për gjitha shenjat. Ne shohim energjinë. Atëherë ju keni të bëni me shenjat me energjitë shenjave të ajrit që jeni dhe ju vetë, energjinë e karocës, energjinë e gafores, dhe keni të bëni me energji të shenjave të ajrit përsëri. Ju shoh që ju i jepni fund disa tensioneve që keni kaluar për një kohë të gjatë. Dhe këto që mund të kenë të bëjnë edhe me anën tuaj psikologjike. Ju mund të keni marrë shumë goditje, mund të keni kaluar shumë tensione, stres për një kohë të gjatë, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose në rastin tjetër në lidhje me situata të ndryshme të vendi punës dhe nga ana ekonomike. Në mesin ose edhe në lidhje me anën tuaj fizike. Gjithsesi në mesin e javës unë shoh që ju do të jepni drejtim situatave, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Kjo mund të ketë lidhje edhe nga ana shëndetësore, ka lidhje edhe me pjesën e dokumentave dhe pjesën e studimeve, për pjesën tjetër, sepse jemi te energjia e shpatave. Gjithsesi ose ju do të jepni drejtim të përditshmes tuaj. Ju shoh që do jeni dhe në udhtime, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, ju dëshironi të jepni drejtim anës tuaj emocionale, familjes tuaj, situatave të ndryshme në lidhje me punën, me pronat, me paran, me gjithçka. Dhe në fund të javës shoh që ju do përdorni një lloj strategjie për të arritur të jepni drejtim gjërave që ju dëshironi, ose dhe në lidhje me studime, do përdorni një lloj strategjie. Në lidhje me shëndetin tuaj, me anën tuaj fizike, por dhe psikologjike, shoh këtu. Shoh që do përdorni ato, do bëni lëvizjet e duhura me shumë mençuri në këtë strategji që do përdorni, por ju shoh që do merrni dhe vendime të rëndësishme deri në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë, erdhi një energji shumë e bukur në lidhje me shenjën tuaj. Shoh që rruta e fatit do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para, për të çuar një dashuri, një takim që do keni me një person, ku do shkëmbeni emocionet tuaja. Këtu kemi të bëjmë me 4 energji. Energjia e shenjës së Denit, Akrepit, Virgjresha, Briciapi. Energjitë shenjave të ujit dhe shenjave të ujit. Shoh që do keni një takim dhe në fund të javës do ndjeni shumë të emocionuar në lidhje me këtë njohje që ju do bëni, ose në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, në lidhje me partneritete dhe bashkëpunime të ndryshme te vendi punës. Shoh që do ndjeni shumë mirë gjatë kësaj jave, ose në lidhje me anën tuaj ekonomike, me karrierën, dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi është një javë fantastike, fati ju ndihmon si në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet që ju do bëni, në lidhje me punën, me partneritete dhe bashkëpunime të ndryshme, por shoh që është një javë fantastike në lidhje me ju, ose dhe me situata të ndryshme, me vetbesimin tuaj. Shoh që do jeni më të gëzuar, më në humor gjatë kësaj jave, por është edhe një javë ku ju do jeni më të konsoliduar në lidhje me gjithçka. Është një javë fantastike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe videot në hënës
së plot që është postuar dje, sepse dhe ajo ka efektet e veta, por dhe videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti. Dhe shikoni edhe shenjën tuaj me fat dhe si do ta keni fatin gjatë 2026-s. Atëherë, ju uroj një javë sa më të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një fundjavë sa më të këndshme. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.